Faleminderit Iva, ndërkohë do të jemi në një rubrikë që do të na shoqërojë të premteve, është arratisja e fundjavës për të dhënë disa alternativa se ku mund të pushoni gjatë fundjavës suaj, cilat mund të jenë destinacionet që mund të zgjidhni për më tepër që fundjavën me zgjedhje presim edhe për të relaksuar dhe për të promovuar turizmin shqiptar. Sot kemi zgjedhur si destinacion Krujën dhe do të lidhemi në këtë moment në një lidhje Skype, një lidhje të drejtë për drejtë me Julian Kafexhiu, i cili është përfaqësuesi i Bashkisë Krujë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, shumë kënaqësi të jem përsëri në emisionin tuaj. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë, sa herë komunikojmë bashkë, zotë Kafexhiu, dhe kemi 5 pika që duhet patjetër të vizitohen në Krujë. Sigurisht që njës nga muzet dhe ne do donim shumë që të kemi mundësi të bëjmë një parad të këtyre destinacioneve edhe e nisim me 2 muzet që në shkollë kemi ardhur ekskursion enkas për t'i vizituar. Patjetër, 2 muzet janë ato gjevëriret kryesore të turizmit Krujës, që ruajnë me fanatizëm gjithë historinë e Gjergj Kastrioti, Skënderbeut, heroi ton kombëtar, por edhe etnografinë. Ku patjetër janë shqyrimi më i mirë i historisë dhe siç ju e përmendët, ka ture të ndryshme dhe turizme të ndryshme që vizitojnë këto 2 muze, ku Muzeu Gjergj Kastrioti Skënderbeu edhe në 2024 në rendit si një nga muzet më të vizituar në Shqipëri, një nga sitët kryesore të turizmit në Shqipëri, ku patjetër kemi dhe nga turizmi shkollor tek ai turizmi patriotik që vinë shqiptaria nga gjithë diaspora, por edhe patjetër turizmi i huaj, por kemi dhe i turizëm të veçantë në këto 2 muze, i cili është turizmi diplomatik, ku shumë ambasadorë, shumë trupa diplomatik apo njerëz të shquar që zgjedhin të vizitojnë Shqipërinë për arsye politike apo shkëmbime kulturore, patjetër që ndalojnë dhe vinë për të vizituar Krujën, po duke vizituar Krujën njihen edhe me historinë tonë kombëtare. Pastaj do të vjojmë me... Po. Unë dohet përmendja që këtë vit fal edhe një investimi shumë mirë që është bërë tek Muzeu Etnografik i Krujës, ku fatkeqësisht në 2019 Muzeu Etnografik u prek nga tërmeti, kishte dëmtime, po nga korriku i vitit që shkoi, ai tashmë është i hapur edhe është në funksion të plot dhe ku ka një ndërthurje shumë të mirë të etnografisë edhe të digitalizimit, ku çdo vizitor që vjen për të vizituar atë muze dhe zgjedh për ta vizituar, ka i gërshëtim shumë të mirë të teknologjisë dhe patjetër çdo vizitor prek nga afër qoftë edhe materialet e vjetra, qoftë edhe objektet dhe sete që ndodhen, por ka dhe një përjetim të gjithë kulturës dhe etnografisë nëpërmjet vizualizimit të teknologjisë. Bukur, për të vazhduar pastaj me një tjetër pikë që t'i përmendim të 5 dhe të mos lëm asnjërin syresh pa shpjeguar. Shkojmë tek pazari vjetër që të gjithë kanë kuriozitetin e madh për ta vizituar dhe ndoshta pse jo për të blerë diçka për ta patur kujtim nga qyteti i bukur i Krujës. Patjetër që pazari vjetër i Krujës, unë nuk e them për patriotizëm apo për ta shquar më shumë se nga tjerë, por realisht është më i veçantë se sa pazaret e tjera që ndodhen në Shqipëri, sepse realisht është një nga pazaret më të pasura që Shqipëria sot ka, jo vetëm për dyqanet e shumta që kanë koleksionuar shumë objekte të vjetra për qoftë dhe suvenire të reja për të marrë një kujtim kur zgjedh dhe viziton Krujën, por më e mira është ajo komponenti njerëzor, janë artizanët. Artizanët e bëjnë atë pazar të veçantë, ku kemi artizanë që sot e kësaj dite ruajnë me shumë fanatizëm nga punimet e dorës tek qëndisja, tek këndisja e femurit, punimet e kostumeve tradicionale të zonës, që leshja po shumë mbetet një element shumë i rëndësishëm i këtij pazari, tapetet, qëllimat me motive tradicionale, po ashtu dhe punimit të bakrit dhe drurit. Po ashtu pa harruar që unë i them dyqanxhit, artizanët, por edhe gjithë pjesëmarrësit që kanë bizneset e tyre në këtë pazar kanë koleksionuar shumë objekte të vjetra nga gjithë Shqipëria. Me çfarë do të vazhdojmë tjetër, zoti Kafexhiu, se duhet të plotësojmë të listën e 5 destinacioneve. Unë kam në radhë këtu malin e Krujës me tyrbën e Saris Saltikut. Ndalemi këtu? Patjetër, për të thënë që Kruja nuk ka vetëm histori dhe kulturë, edhe pse historia dhe kultura është domeni kryesor i Krujës, është elementi kryesor edhe patjetër që duhet të renditet në top destinacionet kryesore që për çdo kënd që zgjedh të vizitojë Krujën, por mali i Krujës dhe tyrbi i Saris Saltikut, dhe aty kemi një gërshëtim shumë bukur të elementeve të historisë, religionit, por edhe natyrës.
patjetër për çdo njeri që është i apasionuar pas natyrës, zgjedh për ta vizituar malin e Krujës, ku kemi edhe shtegun mesjetar me një kaldrëm të vjetër që është shumë i lehtë për çdo lloj grup moshe për ta ngjitur, po edhe për ato që nuk kanë mundësi për të bërë një hiking në ngjitje, është një rrugë mjaft të bukur panoramike që do të çon deri në majën e malit të Krujës, dhe ku patjetër dikush mund zgjedh për ta vizituar për shkak të natyrës dhe pamjes Breslëndse që ofron, sepse e ke gjithë Adriatiku nga Ulqini deri në malin e Komorit. Në plumb të dorës, por patjetër edhe turpin e Terres Talfikut, që është një vend religioni i besimit bektashian. Dhe këtu bëhet një gërshetim. Po pra, kemi natyrën, kemi historinë, besimin. Një ofertë më shumë funduese. Edhe me qenë se jemi në çikshu të dhënë pas postimeve, aty bëjnë dhe foto shumë bukura përtej vlerës që ka dhe çdo gjë tjetër. Vjojmë mëtej Kafexhiu, shkojmë me Parkun Kombëtar të Qafshtamës. Patjetër, Parku Kombëtar i Qafshtamës është i 1505 metra mbi nivelin e detit, një park shumë i vjetër, një nga parqet e para të shpallura në Shqipëri me vendim të Këshillit Ministrave të asaj kohe, ku patjetër ai park i gjithë i ofron një mozaik shumë të bukur midis pas malit Krujës, ku patjetër kemi edhe aty masivin e pishës së zezë, ku për shumë njerëz është një masiv pishe kurativ, ku shumë njerëz e kanë zgjedhur jo vetëm për të apasionuarit pas natyrës, por e kanë zgjedhur edhe për të pasur një kurim, sidomos për ato që vuajnë nga sëmundje respiratore. Kjo ka një histori shumë të vjetër që këto vizitorë e kanë zgjedhur duke e quajtur një sanatarium natyror, po patjetër s'duhet harruar dhe apo nga kroji nënës mbretëresh, uji i Qafshtamës, ku dhe familja mbretërore e Shqipërisë zgjedhte këtë ujë për ta marrë. Po shoh pamjet fantastike, të jashtëzakonshme për të vizituar, që është dhe kaq afër me kryeqytetin, për të mos u lënë pa u vizituar edhe pa marrë ajrin e pastër, këtë bukurinë natyrore dhe një fundjavë ndryshe. Dhe për ta mbyllur kemi edhe një kanion, apo jo? Po, kur ja thua diku që Kryja ka dhe kanione, ndoshta jo aq të famshme se sa të Sumit, por patjetër që mbeten të habitur, por kur i thuash që kanioni i Krujës është më i veçantë, sepse edhe po aty është edhe historia me dy ura mesetare, ura e dy lagës që ne po shikojmë në foto, por edhe ura e Kurcajt me disa ujvara, ku ka një gërshetim të historisë, rrugës së vjetër kaldrëmeve që bënte lidhjen e malësive të Matit dhe Dibrës për t'i kaluar më pas në Tiranë dhe në Durrës, ka qenë një kryqëzim shumë i rëndësishëm i rrugëve mesetare. Por edhe natyra në atë zonë është treguar e begat, kështu që është një ftesë, sidomos për ato që janë të apasionuar për turizmin outdoor, atë të natyrës dhe për të zbuluar më shumë pjesës së historisë, patjetër do ishte një ftesë shumë e mirë për ta kaluar fundjavën dhe jo vetëm. Kafexhiu, vërtet kënaqësi për gjithë panoramën dhe gjithë guidën që na bëre për qytetin e Krujës, që duhet patjetër të vim dhe ta vizitojmë, ndërkohë që ne vim në Krujë ti mund të vish në Tiranë, të presim, edhe pse ardhjet e tua në Tiranë nuk janë të pakta dhe prej angazhimeve dhe punëve përveç qefit. Të përshëndes dhe të falenderoj që ishe me ne. Shumë faleminderit dhe shumë faleminderit mbi mundësinë që na jepni për ta promovuar Krujën jo vetëm midis nesh, por për gjithë, dhe ju uroj shumë sukses në emisionin tuaj. Faleminderit shumë, të përshëndesim, ndërkohë që më duhet të zhvendosem tani të dashur miq, për arsye se Iva më pret në këndin tjetër të studios dhe duhet t'i bashkohem. Se po të pres për të nisur për Krujë të dy. Gjysmëstime për të nisur për Krujë të dy apo Kosovë, ku? Po ç'është kjo, shumë dileme madhe. Atëherë them një gjë, ikim në Kosovë dhe në kthim dalëm në Krujë. Mirë. Por fillimisht do të ndahemi një herë me teleshikuesit. Faleminderit që keni qëndruar për gjatë gjithë kësaj jave në ekranin e RTS1 HD me mua dhe Andrin dhe programin Mes Nesh, dhe ne do vim sërish të hënën në orën 13:20. Faleminderit që ishit me ne. Kalofshi bukur, javë të bukur. Mirupafshim.